Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku ca petulla që bëhen shumë të shpejta, të buta si pambuk, nuk marrin asnjë pikë vaj, nuk kanë nevojë as për vezë, as për qumësht, as për kost. Shumë pak përbërës do na duhen, pra do të bëjmë petulla me ujë sot. Prandaj më ndiqni se është një recetë që bëhet e shkrifët dhe shumë të shijshme. Gjithashtu dua t'ju kërkoj që nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Do të fillojmë shpejt nga puna. Do na duhet 500 gram miell, 8 mielli, do të shtojmë një paketim me fryrës keku ose janë ca fryrës të tjerë që janë fix për gjëra të kripura. Unë përdor gjithmonë këtë, nuk është se ka aromën e vaniljes. Do është përhapim mirë dhe nuk ka nevojë për fryrës të tjerë, sepse këto janë petulla të shpejta. Dhe çfarë ka shumë rëndësi për këto petulla, që do bëj fluska, do krijoj butësinë dhe atë strukturën e lezetshme, është gjalpi i shkrirë, por në temperaturë ambiente. Do na duhet të përdorim 70 gram gjalp. Shtojmë të gjithë gjalpin. Si që thash, pra janë petulla që kanë shumë pak përbërës dhe përgatiten në çast. Do të shtojmë tani një lugë gjelle me krip. Dhe i fundit fare do të jetë ujë me kaq që mbyllim me përbërësit e petullave. Janë petulla me shije shumë të veçantë. Dhe formën e kanë shumë të lezetshme, ashtu siç mund ta keni parë nga fillimi i videos. Shtojmë të gjithë ujin, na duhet 270 ml ujë në temperaturë ambiente. Do të përgatisim brumin, një brum disi fort, elastik, jo ngjitës në pëduar, e punojmë mirë. Brumin e kemi gati, kemi bërë një brum elastik të butë, pra është disi i fort, homogen dhe jo ngjitës në përduar. Do e lëm brumin pushim të mbuluar për 15 minuta dhe pastaj do fillojmë të ndajmë petullat. Dhe tani brumin e petullave e kemi gati, mund ta lini të pushojë edhe më shumë se 15 minuta, unë ju thash që të paktën do 15 minuta, por mund të lihet edhe më shumë. Dhe tani do e ndajmë në pjesë të barabarta, do të formojmë me gjithë brumin 10-12 topsa. Në kam ndarë në 11 pjesë dhe do të formojmë kështu kulaç të vegjël. Mundohemi të japim një formë rrumbullake. Topsat i kemi gati, tani po i kaloj në një pjatë që mos na pengojnë tu dhe me secilin prej tyre do të hapim një petë të vogël, pak më të vogël se pëllëmba dhe varsisht më nga masia e secili prej topsave që kemi bërë, sepse unë për shembull nuk është se i kam ndarë në mënyrë të barabartë. Vazhdojmë me hapjen, duke qenë se brumi ka gjalp në brendësi. Ka nevojë që të përdorim miell sepse nuk ngjit. Thjesht domethënë e hapim dhe e kthejmë. Shikoni, nuk duhet të bëhen as shumë të trasha, as shumë të holla. Tani që po na vjen verë, në plazhi, piknik, i merrni me vete për fëmijën, por edhe nëse jeni me miq, të më pëlqen shumë.
ose nëse ju ka ardhur dikush në shtëpi, do në përgatisni një mëngjes të shpejt. Dhe për mendimin tim, mëngjeset shqiptare nuk kanë kuptim pa petulla. Për 15 minuta, brumin e keni gati për ta hapur dhe për ta skuqur. Dhe ndërkohë kemi hapur të gjitha petet, unë një kam skuqur dhe dalin fantastike. Kemi ngrohur vaj dhe jemi bërë gati për skuqje. Mundoni që këto petet mos t'i hapni të trasha, pra jo shumë të trasha, jo shumë të holla, sepse nëse i bëni të trasha, bën çik përmoze, piqen shumë mirë, por për mua është më mirë që të bëni disi të holla. Shikoni si fillojnë të fryen, ka një strukturë dhe shije fantastike. I kthejmë her pas here nga të dy anët. Kujdesuni që zjarri mos të jetë shumë i lartë. Që të pishin me ngadalë dhe me kujdes. Provojni. Sa herë zbuloj një recetë të re petullash, ju them që duhet ta provoni. Do ta provoni vërtet sepse bën shumë të shijshme. Kur të skuqen, mund edhe të zgjidhni të lyeni me sheqer të përzier me kanellë. Unë preferoj gjithmonë të kripura petulla. Mund t'i shoqëroni me mjalt, me reçel, me çfarë të dëshironi ju. Dhe kështu do vazhdojmë të skuqim të gjitha, një nga një. Dhe ky është rezultati i petullave tona. Krokante, të buta në brendësi, nuk kam marrë asnjë pikë vaj.